të arsyeshme me mbajtje të vonë, nëse nuk më fshet arsyeshme, prapë jam faleminderuese, jam mirënjohëse se kam nejt deri ditën e 80. Gjë që unë nuk e kam prit se kam menuar që do rri vetëm 2 javë këtu mbrenda dhe realisht i kam marrë pijame për 2 javë, i kam marrë tesha për 2 javë dhe kam thënë unë do rri për 2 javë. Jo, se me vërtet unë kam thënë që 2 javë kam menduar maksi 3 ose 1 muaj sa për të më dhënë koha ime. Edhe në këtë pikë lojës jam super, më vjen shumë mirë që e kam avancuar raportin me Mateon, më vjen shumë mirë Mateon, e di që edhe nëse Dalia do vazhdoj njohjen me Mateon, do vazhdoj ta njoh Mateon, kështu që unë duke jemi në shtetë dhe kena bërë qikë problem. Për momentin, ta thash, nuk është se do bëja gjithë shka për të arritë. Në qofë se arriti se e vlerëson publiku dhe i vlerëson mendimet e mija, qasjet e mija, unë jam normal, jam në rregull. Po që dhe me dalë në këtë pikë lojës... Ama, më gjam pa kontradiktore, më gjam pa të farë kontradiktore. Se për shumë, unë kam dëgjuar shumë shpesh që ti ke thënë në batute sipër, gjithmonë, që përkena Selmani është finaliste, unë jam finaliste, unë jam finale, unë jam lojtare e fortë. Edhe çosh në thosh që shikoj, unë se kam problem, po doja mendoj që jam finale. Po edhe di që më morën zarfin se a di që po bëj një humor. E ke thënë, do të thonë që kur që ke Barcelona do takojmë në prill, batutat të tua që kanë nënkuptuar faktin që ti ke qef ta prekësh finale, kupton? Atëherë, në momentin që gjithmonë sa Erzina me ndihmon dhe më thotë ti do më shoh nga jashtë, normalisht edhe unë Adin, kam provokimin e mia them shif se do më shifën nga jashtë. Adin gjithmonë kur them, Adin i them dikujt haj se do më shifësh nga shtëpia dhe pastaj them po të dal unë këtë javë dhe tu i po unë këta nga shtëpia. Jam shumë autoironike dhe Adin nuk në asnjë moment nuk e shoh vetëm a mundesh për shembull ty janë të rast person. Nëse pyes për një nga situatat më të forta këtu brenda, kë mund të cilësosh? Një nga situatat tua më të forta këtu brenda. Spion për të shku, për të biseduar. Që me vërtet për mua ka qenë shumë për situatat më të forta, do të thonë mënyra se si ka hyrë Mateo dhe do të thonë gjithë rrugtimi me Mateo këtu brenda. Edhe normalisht pjesa ajo linja tek Mateo, vazhdo Mateo, edhe kështu ti Mohabeti, shoku gazetaruc, ty nuk po të pyes, ty nuk po të pyes për jo, s'ka gjë, unë thjesht kohë për bërë një analizë. Dëgjoj, unë ja thash në drejtit. Unë jo detyrimisht, unë nuk e kam tipin, nuk ka shumë keq për po dali pa të Mateo, po nga Mateo me vërtet ka shumë keq. Sepse nuk e kam tipin konfliktual. Bles ka pas situata që ndoshta për raportin tuaj, kam pas